Rreshtit e Shiut dhe Borës vijojnë të shkaktojnë probleme serioze në disa qytete të Kosovës, duke detyruar autoritetet të ndërmarrin masa emergjente për të mbrojtur banorët dhe infrastrukturën. Sipas raportit të Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave, situata ka qenë kritike në disa komuna. Në Malishev, për shkak të vërshimeve, nisja e gjysmëvjetorit të dytë në shkolla është hyrë për në 14 janar, ndërsa në fushë Kosovë, mësimi do të rinisë më 19 janar. Ministria e Arsimit gjithashtu kishte vendosur më parë shtyrjen për në 12 janar, pas dëmeve të shkaktuara nga ujërat. Në Mitrovic, niveli i lumit Sitnica është rritur rrezikshëm pas rreshjeve, duke detyruar AMN të kërkojë ndërhyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Rrezik të vërshimeve janë raportuar edhe në Pej, ku 5 shtëpi kanë qenë në rrezik dhe rruga drejt Rrugovës mbetet e kalueshme me kujdes. Ndërsa drejt Kullës që të çon në Mal të Zi, mund të kalojnë vetëm automjete të lehta. Në Gjakov situata është më e qetë, por rruga në fshatin Vogov u bllokua për shkak të shëmbjes së dheut. Në Prishtinë, shumica e vërshimeve ka ndodhur për shkak të bllokimit të kanalizimeve, veçanërisht në rrugën e Çagallavicës dhe në kalime të tjera. Vërshime janë regjistruar edhe në fushë Kosovë, Lizmir, Kuzmin, Slatin të Madhe, Obiliq, Mazgit dhe Drenas, ndërsa rrugët janë të kalueshme në Prizren, Suarek, Malishev, Raovec, Dragash dhe Mamush. Autoritetet paralajmëruan se rreshtit e fundit ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në prona private dhe infrastruktura, duke thënë se qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm gjatë lëvizjeve nëpër rrugë.